Humbi jetën e mitura 1 vjeç e gjysmë në Tiranë u përplas për vdekje nga shoferi 24 vjeçar. Një aksident tragjik është regjistruar në zonën e Farkës në Tiranë. Një shofer 24 vjeçar dyshohet se gjatë kryerjes së manovrës për lëvizje mbrapa me automjet aksidentalisht ka përplasur një fëmijë. Fatkeqësisht e mitura e moshës 1 vjeç e gjysmë ka humbur jetën. Policia njofton se shoferi është arrestuar. U arrestua shtetasi atë 24 vjeç pasi mbrëmjen e dieshme në Fark dyshohet se gjatë kryerjes së manovrës për lëvizje mbrapa me automjet aksidentalisht ka përplasur një fëmijë. Vajzë rreth 1 vjeç e gjysmë e cila si pasojë ka humbur jetën, njofton policia.